No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët në një video të re në kanalin tim. Që tash jeti tutje do kemi video gjithmonë të shtunën edhe të martën. Dhe sot po e hap videon duke ju folur për një mundësi shumë të mirë për të çdo që dëshiron të punojë online dhe të krijojë të ardhura si freelancer. Shumë njerëz kanë dëshirë që të punojnë online, por nuk dinë nga t'ja nisin, çfarë të bëjnë, çfarë kursesh të bëjnë, çfarë programesh të mësojnë, apo si të gjejnë klient. Pikërisht për këtë arsye, në këtë pikë ju vjen në ndihmë Elektra Manager. Është një kompani që unë kam përmendur disa herë që ofron kurse profesionale për të zhvilluar në botën online. Ofron mësime nga zero për ata që nuk kanë përvojë më para në punën online, në shumë fusha të kërkuara, siç janë digital marketing, siç është web development, siç është editimi i videove dhe menaxhimi i rrjeteve sociale. Gjatë kursit nuk mësoni vetëm teorinë, domethënë të mësoni çfarë ju thon atje, por ju e shikoni në praktik se si mund të ndiqni një klient, se si ju ofrohet mënyra profesionale se si ta kontaktoni, mënyra se si të bëni projektet për ta dhe si të punoni si freelancer. Çfarë do të thotë freelancer? Të jesh i lirë që të punosh online me oraret që ti dëshiron, nga vendi që ti dëshiron, ti mund të jesh nën dhe ndërkohë të përfitosh të ardhurat e tua. Ti mund të jesh studente dhe ndërkohë në të njëjtën mënyrë ti krijon të ardhura. Prandaj freelancer ju ofron lirim për të qenë edhe në punë, edhe për të qenë prezente në jetën tuaj. Elektra Manager këtë muaj ju ofron edhe mundësinë që të përfitoni një super ofertë që rrallë bën me thënë të drejtën, e ka bërë për muajin e Ramazanit, ju ofron mundësinë që të përfitoni 20% ulje për çdo person që regjistrohet në kurset online deri me datën 12 shkurt. Unë do uala të gjithë informacionin këtu poshtë në description, të cilët ju mund t'i klikoni, i keni edhe në Instagram të gjitha informacionet, do ju lë edhe linkun e Instagramit, mund t'i shkruani gocave në çdo moment, janë shumë të disponueshme që t'ju kthejnë çdo përgjigje për programe që ndiqen, për çfarë mund të mësoni, çfarë mund të përfitoni dhe çdo gjë që ju dëshironi. E di që është shumë bazike ta thuash kështu puna online, shumë njerëz thonë, jo po unë nuk e bëj dot, jo shumë e vështirë, jo ç'a bëjnë këta njerëzit, por unë mendoj se asnjë gjë nuk arrihet. S'ka gjë që nuk arrihet në këtë botë, edhe në këtë jetë. Dhe kur unë kam bërë shkollën gati 13 vjet më para, as nuk para diskutoj shumë për menaxhimin e rrjeteve sociale, për menaxhimin e reklamimit online, duke qenë se nuk ishte kaq shumë e zhvilluar sa që është sot. Fundja fare ne kemi edhe një ministre AI online në fund të ditës. Shumë programe dhe shumë gjëra po shkojnë drejt digitalizimit dhe e tillë po shkon edhe puna. Por gjithsesi, edhe me gjithë AI-n që po vendoset, dhe me gjithë inteligjencën artificiale, prap tregu ka shumë hapësira dhe ka shumë nevojë për punëtorë të cilët punojnë online. Babi po më tregonte si vjet, se po e tregoj kështu pak si story time, po më tregonte si vjet duke qenë se ka hapur një bed and breakfast, një në booking kështu që pret të miq. Po më tregonte se sa shumë klientë kishin ardhur si vjet nga gjithë bota, nga Australia, nga Italia, nga gjithë, më tha mua, o pa, punonin kështu me kompjutra, që kanë thënë unë juve më para, se kur nisi reja të punte YouTube, babi ka qenë ai që thoshte vazhdoj si punë, mos nis një punë fizike, ke për ta parë që bota online ka për të zhvilluar shumë dhe aty rrifi, aty ka të ardhura, aty ke të ardhmë mentate. Shiko se shumë gjëra po shkojnë drejt digitalizimit dhe ky ishte babi im, që është 65 vjeç sot, i cili inkurajonte një 18 vjeçare, duke qenë se unë isha në punë asaj kohe dhe më thoshte mëso edhe ti se ç'a bëhet online. Inkurajonte një 18 vjeçare që të investonte sa më shumë vet online. Prandaj po tregoja si story time që t'ju tregoj pak a shumë se në fisin tim shumë njerëz punojnë online, njerëz zakonisht shumë, nuk e keni iden, edhe gjenerohen me vërtet të ardhura, nuk janë trillime, nuk janë gënjeshtra, nuk janë thjesht një kurs që po ju shet dikush. Nëse ju keni dëshirë, keni insistoni, doni me vërtet që ajo të jetë një mundësi për ju për të krijuar të ardhura, e keni mundësinë në çdo moment mund të regjistroheni, t'ja nisni, nuk është kur vonë, asnjë moshë nuk është pengesë, mjafton të keni vullnetin dhe dëshirën. Unë thash Elektrën po ua lë të gjitha informacionet këtu poshtë dhe me vërtet ua këshilloj nga zemra. Said you needed space. Said you needed more time to think.
so you went away. But you still would stay in my dreams. Now you're back for more. Why you in my reality? My hair closed. Unë sa borë, sa bukur. Kam dalë me një shoqe të re që kam bë, edhe po kalojmë kaq shumë mirë. Po më duket vetja si kështu si në takim të parë. Kemi një 4 orë që vetëm flasim. Është një kënaqësi shumë e madhe kur njeh njerëz të rinj. E tani vendosëm që të bëjmë një shëtitje nga pylli, edhe që nga shumë bukur. Ka rënë gjithë kjo borë, edhe unë me pellushin tim këtu do më shofi në një dhel për në një ujë këtë më afrohet shumë, do thoj që nga raca ime, do thoj. My hair closed the door, even though my heart just won't leave. Si mos ta dua unë këtë burë fantastik. Pa shifsha këtu nga bluzja, thashë mos ka vesh bluzën time. Talësh, këti. Si mos ta dua unë këtë njeri fantastik. Ju do thoni pse. Tregoj. Pse unë nuk I kam palestër, se jam pa qef, jam në ditët e mia, edhe isha po më të shumë barku. Edhe Anti iku vetë. Okej, ne ikim gjithmonë bashkë në palestër, I thash Andit, I thash, a do më blesh një 2 gjëra të marketi se më hahet, jo, do marrësh një 2 snack se është Big Brother dhe I shofim. Po, shumë sot. Po, kështu I thash, ne I patatin, ne I putalik, thash, ke lekë të portofolin. Unë të marrë me lekë të mia, më pas ke Për qa më dhore këtë, që të morësh këtyrën këtë me lekë e mia ke blerë. Unë kisha lekë kesh, se ne nuk I marrim kartët. Kisha portofolin ke... Mirë, kisha 20 që kisha të vogla. Mirë, edhe vetëm palestër Andit e I them unë, o Ando, a merr një salam tashi. Unë pa I regjim. Edhe unë salamet unë I haj pakot, kështu. I kam shumë qef. I kam njerëz të honi shumë qef edhe Sa janë që nga qershori që unë kam nisur regjim deri tash mund të kem marr 5-6 herë sallamra me feta, gjithë këto kohë. Kurse më para merrsha një herë në 2-3 ditë. Nuk kishim cheese night, ishte bërë cheese night I kështu si dark. Po. Nuk hashim dark, hashim cheese night. Edhe Anti gjithmonë më thotë mos I merr se kanë shumë kalori dhe nuk ka qef që unë t'i marr. Mos I merr se djalltra sallamra. Po kanë shumë kalori. Edhe sot I them unë Anti do ma marrësh salam, shikoni çam ka sjell, atë që pa që hëngra, një djath kështu se e di që I kam qef, edhe vetë nuk I ka qef, një skamarco, një brezaula, një ëmbëlsirë që mendoj se do më pëlqente, por unë nuk e kam qef sepse është me mollë dhe me kanellë, se nuk e ka pa mirë. Mora si që për vete, me të thënë drejtë, nuk dosha. Kamush vetëm këtë, kamush ke palestër. Me ujë? Jo, me ujë, me atë longun e... Me lone, Po. Edhe... E ti sa më bë qefi, nuk isha puna të këto. Puna ishte veprimi që ai bëri një gjë që... Njau! Se shoh, ju nuk e dini po unë shoh drama koreane, edhe doja me njau! Ka fillu të pa ato. If only I could finish something, run straight through to the end, close the chapter dignified. Damn girl, you did it again. Mirë mëngjesi YouTube, sapo u ktheva në shtëpi, isha jashtë me kafe tashi. E bëra vetë se po përtoja të ndalja të blija një jashtë, se ishte ftohtë. Arsyeja pse dola ishte se isha në një takim, isha tek zyra të huajve, zgjatëm lejen e qëndrimit dhe morëm atë kartonin që na duhet. Domethënë, zgjatëm lejen e qëndrimit edhe na e kanë dhënë për goxha vite dhe jemi shumë të lumtur që na e kanë dhënë mirë kësaj radhe, jemi okay për disa vite. Erdha në shtëpi, kisha veshur këtë golfin, palton, xhinse. Andi erdhi më vonë sepse ishte në punë dhe thash asaj gruas që unë hyra para se kisha takimin që të merja kartën, që ta njerëzit e tjerë se ne nuk e dinin, tashmë është bërë që marrja e kartave të lejeve të qëndrimit nuk bëhet më me person, por ka automat. Ti dorëzon kartën e vjetër dhe ajo t'i jep kartën e re me automat njësoj si të posta. Duke qenë se ne kur na doli karta kjo karta, ishim në Shqipëri dhe nuk ishim mundësi sepse kjo t'jep 7-10 ditë ne ishim. Kjo doli fiks fare kur ne ikëm edhe mbaronte kur ne vinim. E refuzuam marrjen ashtu dhe lam një takim në zyrë. Dhe vajtëm sot e takimi, e kishim për në orën 10, Anti ishte më vonë sepse iku në punë.
nuk e mori leje se kishin shumë punë, edhe tha do vi me fugon direkt na puna edhe ta parkoj aty. Por në Gjermani parkimet janë shumica nën tokë, edhe fugonat nuk lejohen që të hyjnë poshtë sepse kapin lart. Edhe u vonua goxha shumë. Edhe I thash asaj gruas që unë takim po ka dhe burrim. Tha mua mund të hyj tha, edhe pa takim. Jo I thash ka takim thash, por nuk është këtu me mua sepse është me fugon edhe nuk po gjen dot parkim sepse është në punë. A mund të vi pak më vonesë sepse këta kanë shumë problematike vonesat. Kudo, edhe në punë, edhe në jetë, edhe kudo janë çiksi shumë problematike vonesat, sidomos në zyra. Tha jo, okej, tha se unë isha vetë para, isha pa 5, e 10 ishte termina. Okej, me tha mua, jo, mund të vi, tha, nuk ka asnjë problem. Ta mjafton që ta rregulloj punën e parkimit, ta se është e rëndësishme. Okej, tash më faleminderit. Edhe ika unë mora timen dhe ika në zyra. Edhe kruajtja anti kishte thënë, ha, gjete parkim për fugonin, i kishte thënë, ishte e kollajca, shumë e vështirë këtu se nuk ka. Edhe tha, diku e mori vesh ajo që s'po gjej parkimin, tha shumë thash, se po justifikohesha për ty. Edhe kështu e morëm lejen, erdha tashim, do bëj çik mëngjes, do bëj pak bukë me djath, edhe bukë të thekur, edhe ullinj, se kemi 20 kg ullinj, nuk I kishim qarë. Tani I çam, I kriposëm, kemi 3 kova. Një kovë po mbaron, kemi edhe 2 të tjera që duhet I çajmë, ne I çajmë thikë dhe I lëmë në ujë me krip pastaj që ato të bëhen. Edhe këto duhet të bëjmë. Sot më vjen edhe një porosi shumë e rëndësishme që se kam darë akoma me Andin kush do e marri. Kemi porositur iPhone 17-ën. Unë kur nuk do investoja kaq shumë lek për një telefon. Ciao në bolt. Nuk do investoja. Por Andi është me 11-ën dhe unë jam me 15-ën. Dhe telefoni Andit shumë programe nuk po I suporton më, sepse ka ikur deri te 17-a, I ka 11-ën, edhe duhet ta ndërroj se s'bën. Tashim, unë I them Andit, merr 15-ën tin, sepse mua 17-a më duhet për foto. Të mos bëja këtë punë që bëj. Për zotin, se po bëj be dhe unë nuk para bëj be, nuk kisha për ta ndërruar telefonin kurrën e kurrës me një 11 do rria, derisa të më thoshin që nuk mund të punosh me këtë, nuk bën më alo, ky edhe nuk hyn më në internet. Kaq do e vrisja mendje, nuk investoja as 100 dark, se më duket tamam si skem mashtrimi më duket. Deli riu, s'punon mirë ky vjetri, deli vjetri s'punon mirë ky riu. Njerëz në qoftë se nuk bëni këtë punë, nëse më dëgjoni mua, mos harxhoni 100 dark, asnjë cent për të marrë telefonat e fundit se nuk ja vlen për mendimin tim. Gjithmonë unë them, por çfarë të bëj se më ka zënë rrota bishtin, edhe ky është një investim që unë duhet ta bëj se nuk më dalin fotot me aq shumë cilësi saç më dalin me të fundit. Prandaj nuk e blia kurrë. Edhe kështu të pi kafen, se vajti ora 11 tashim, kam ca punë në shtëpi për të bërë, nuk e di se si do e mbush ditën sot, nesër jam në punë, duhet të bëj pazarin, duhet të bëj një tanken, duhet të mbush makinën me naftë se s'kam. Kam goxha punë tash që e mendoj dhe e shërtoj mirë situatën. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I used to think that life was cold and lonely when you up and left me, sadness overwhelming. Oh me, I am out and about, painting the town red, I'm coming around. There ain't no doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through, just me, myself, and I. Ky është vlogu borës, me sa duket. Vazhdon akoma, sot po bie borë prap, edhe në qytet
qytet nuk është se duket shumë, po sa ikit e lagja ime që s'ka shumë makina dhe shumë njerëz, ka vënd 2 gisht borë. Ishtë shqyqyr që me shkrirë makina se kam futur në parkim, dhe që jam më e bezdisur është që duhet pastrosh makinën kur niser, se nuk lejohet që të jetësh me makinën plot me borë, se mund shkaktosh aksidente. Edhe urreja të bëjmë gjithë, por nëse në mëngjes, e sot jam dhe në punë, do të prap borë, duhet ta pastroj. O, zotë madh. Edhe shkoni sa bukur, por shumë ftohtë. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Yeah, yeah. This time I'm going all in. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to begin. Hey, I don't have to keep this burden, 'cause I found my salvation. I used to be blind, now I see. As long as I know that you'll stay with me, I don't have to look for a purpose, 'cause I'm right where I need to be. I used to be blue, and so are you, until we knew this love so true. Now I'm ready. Yeah, yeah. Sa po erdha në shtëpi të bëra pazarin dhe e kam kënaq sot. Prisha xhamin në makinës. Edhe si e prisha. Ju a tregova unë juve që kishte ngrirë makina? Shumë bukur. Hyra brenda, unë e bëra me atë sprite-in të tëra të tëra gjërat. Super okay. Hyra unë, zonja, lëvizi fshirëse, që më ka thënë Andi mos i lëviz fshirëse, gjithsesi lëvizja se nuk shoh dot ashtu. Okay. Ideja brillante. Xhamat ishin të ngrirë. Tentova ta ulja xhamin, ajo bëri si tip masë, si tip sigurese, tha ChatGPT-ja që aktivizon, edhe mi bllokoi xhamat, edhe më ka ngelur xhamit 2 gisht hapur, po mirë se kohë mirë sot do paktën nuk bie shi që ti hyj brenda. Problemi tash është që unë ja bëra resetin me ato që më tha ChatGPT-ja dhe më pyeti, a je femër, a je mashkull? Tash unë pse çfarë rëndësi ka, në mënyrën se si do të tregoj steps. Edhe e bëra resetin nuk punon, edhe duhet që makinën të mekanikut sepse kam bllokuar xhamat e parën do më thënë xhamat para të shoferit dhe të pasagjerit të parë. Kurse mrapa punojnë. Sot i ma the pyeta sa lek bën ky dem që kam bërë, shkona që 50 deri në 300, bravo tash. E kënaqe sot. Edhe pse dola, thash, po iki po bëj një xhiro, po pi një kafe, thash, se duke qenë se kam dalë gjithë javën, kam pi kafe në jashtë edhe kam bërë xhiro, thash po bëj dhe sot si e premte ta mbyll. Se më parë kam taku njerëz, sot thash po dal vetëm. Dola, bëra dhe piva dhe kafen, thash do haj një gjë të shëndetshme. Nga waffle, u kënaqa, dhe që u mërzita me këtë historinë e xhamave dhe thash pse ndali jeta se më prishëm mu xhamat, normale që jo, por kusuri lekëve. I thash Andit kështu, më tha sa herë të kam thënë tha mos i hap xhamat kur janë të ngrirë. E thash sa herë do thuash ti, thash për gjëra të ndryshme, se s'do më dëgjoj koka derisa ta pësoj, thash histori e gjatë. Por kështu i prisha xhamat, më vjen shumë inat, më vjen shumë keq, por s'kam ç'i bëj. Tash ajo thot një reset me bateri, po unë di ta bëj edhe do presa të vej Andi ta bëj ai. Gjithsesi, pazari shumë bëra. Janë portokalle, mora 4 kg për 5,50 €. Do t'ju tregoj tërë pazarin dhe bëri 66 €. Edhe nuk po a tregoj një më një, apo po a tregoj qa mbaj mend. Mora një selino. Ishte bërë 99 cent. Mora një borzilok, që nga do të nga qekës kam bera të brenda. Një borzilok, kjo ishte 1,50 €. Mora skyr, kjo është tip, me sa googlova online, kos i bërë në mënyrën irlandeze, nuk jam shumë e sigurt, por Andina UK ishte në Mbretëria e Bashkuar. Mora 2, që gjithë kos nuk ka pasur të Lidli dhe këto dyja ishin të fundit sot.
Mora kastravec, ky ishte 3 euro. Mora rrepa të kuqe, 80 cent. Mora 1 kg fileto pule, 10 euro. Mora 2 sardele, këto ishin 1 euro e 20 cent. Mora faltugjan, nuk e pas tani kishin ishte 4 euro kilja. Kam zjerë dhe pak mish të grirë dhe po i bëjnë në tavë sot. Ta është 2 skyrë. Këto ishin këtu. Tani kam edhe qësën tjetër. Këto janë qeset që mi ka dhe... Këto janë këto çantat që mi ka dhënë për Action. Këto si tip popcorn me mistër. Si quajnë këto? Wafel mit mais me mistër. Një qumësh bio, ato ishin në 70 cent, qumësh bio një 30, për afërsisht ose 100%. Një pomelon, ky ishte i kuq, ta shofa është i kuq, nuk më pëlqen shumë, por është shumë e shëndetshme që kështu duhet ta konsumoj, sidomos nëse doni të humni pesh. Thot në online vjen nga Kina. Edhe kushtoi 1 euro e 80. Pastaj mora djath. Mora dhe prosciutto. Unë dova që ti merra sa më të shëndetshme, këtë bio, kurse këto ishin të bëja. Nuk e di e keni vënë re, po këtu në Gjermani kanë klasë. Kanë klasa ushqime. Domethënë se sa e kam kuptuar unë nga lloji këtij ushqimit, se sa ky është i mirë. Po që të aja është shumë i mirë. Po që të bëja është okay pranueshëm, po që të c-ja shtyhet, po që të d-ja dhe e-ja nuk janë shumë të mirë, domethënë nga nutricioni në këto gjërat. Mora këtë peshkun, që është si tip trofte dhe më pëlqen shumë, edhe lexova dhe ishte në Gjermani, domethënë kapi në Gjermani. Darë, peshku ishte, sa ishte peshku? 7 euro e 60 cent, darda ishte 1 euro e 80, ai djati bio ishte 2 euro e 29, salamrat ishin nga 1 euro e 59. Molli e shile, këto ishin 2 euro e ca, nuk e mbaj mend. Mora makarona me bizele, këto ishin nga 1 euro. Mora bizele të ngrira. Mora këtë djathin, e kam shumë qef, është si djath i bardh, por është i fort. Është si djath i bardh, por si konsistenca e djathit të picës, nuk di si ta shpjegoj, është shumë shishëm. Mora një tuna. Makarona me qiqe, e dini që mundohemi që t'jemi të shëndetshëm. Mora mashurka. Mora një salcë domate. Mora thjerza. Këtu. Mora dhe buqe, pas kam potur të fundet dhe pas kam bërë kështu si petë. Këto mora, këto të gjitha bën 67 euro. Nuk e di si ju duket, si mendoni, janë shumë, janë pak, më duket më goxha mirë kësaj radhe. Kam ja 4 dreka, mos më shumë, se kam bizele, kam mashurka, kam thjerzat, kam goxha mirë për javën. Deri nga java tjetër jam okay, besoj. Thjesht do më duhet ndonjë snack, ndonjë gjë për të ngrënë, se bëj bli pasallat. Dhe më duhet ndonjë gjë për darkë, më shumë se sa dreka. Mëngjesin ne kemi të thjeshtë, unë haj vezë të rraura, që vetëm i ble nesër, kurse Andi ha të shër me kos. Këto bëjmë neve, thash sot po bëj pak lëngë selinoje me mollën. Unë nuk kam shtrytse dhe dua ta bëj në blender, por nuk e di se si do më dalin. Do e shoh çfarë do bëj. Edhe kështu. Këto janë gjërat që mora. Edhe më mërzita për xhamin, akoma po vazhdo të mendoj për xhamin. Keep mistaking my anxiety for intuition, and stress keeps getting in the way.